nuk kanë dalë në shëtitje, po mbajnë mësim në natyrë, pa banka dhe pa dërras të zezë. Klaset e 6 të shkollës fillore Jeronim Derada sot kanë zgjedhur që orët e mësimit t'i mbajnë në qiellin e hapur tek parku i Lirisë. Mësimdhënës dhe nxënës të kësaj shkolle këtë veprim e bën për hir të ditës ndërkombëtare të tokës. Përmes aktiviteteve të ndryshme, ata thanë se po i dalin në mbrojtje planetit ton. Arsimtarja e biologjisë e shkollës Jeronim Derada, derisa numëroi aktivitetet, tha se ato kanë karakter edukativo-arsimor. Mas pari, procesi mësimor është në plan që të realizohet. Çdo arsimtar ka me mbajt orën e vetë. Pastaj, vendosja e mesazheve të ndryshme që vlen secili me i lexu. Tjetër, vrojtimi i qenieve të gjalla në natyrë. Tjetër është mbledhja e mbeturinave, anë këndej që nxënësat hasin të mbeturinat, janë pajisur me kese, me dorza. Këto janë aktivitetet që ne kemi pa të arsyeshme me i realizu këtë ditë. Nxënësit, përveç që kënaqeshin në natyrë, thanë se kjo është forma më e mirë edhe për të mësuar, por edhe për të dhënë porosi tek të tjerët që të mbrojnë mjedisin, përmes së cilit do të mbrohet edhe planeti Tokë. Sot kemi orë për me mbajt një orë mësimore në natyrë, në ambjente natyrore. Natyra është shumë e rëndësishme për saktësisht për shëndetin e njerit dhe për të gjithë njerëzit që jetojnë në planetin tonë. Kemi marrë edhe disa mesazhe për ndërgjegjësimin e njerëzve që e frekuentojnë këtë park, po ashtu edhe pas mësimit kemi për të pastruar mjedisin nga mbeturinat. Po shumë njerëz ka që bëjnë kësi gjëra negative, por gjithmonë kur shoh ndonjë të mitur i them që nuk duhet të bëj ashtu. Ndryshe, dita e planetit Tokë shënohet më 22 prill, por që aktivitetet e ndryshme zgjasin për rreth një muaj për sensibilizimin e njerëzve për ta mbrojtur planetin ton nga rreziqet që po e rrethojnë.